Përshëndetje shenja gafores, kjo është panorama e interpretimit javor. Pas lutjes dhe meditimit, kartat i ndava në 4 sfera jetësore, të cilat janë gjendja juaj, familja, dashuria, puna dhe një prizm orakull. Në gjendjen tuaj personale kemi 2 shpatat, 9 monedat, 9 shkopinjt, perandoresha. Kjo javë për ju fillon me një ndjenjë pezullimi të brendshëm. Ju qëndroni përballë një zgjedhjeje, por nuk lëvizni ende. 2 shpatat tregon një moment ku ju shihni 2 rrugë, 2 mundësi, por diçka brenda jush nuk ju lejon të vendosni menjëherë, dhe kjo nuk vjen nga dobësia, sepse paralelisht ju jeni në energjinë e 9 monedhave, që nënkupton se jeni të pavarur, të vetëmjaftueshëm, të aftë të qëndroni vetëm. Pra ju nuk keni nevojë për dikë që të ndiheni mirë apo të plotësuar, por megjithatë ju jeni të lodhur nga betejë e brendshme me 9 shkopinjt, sepse duket sikur është ajo ndjesia e tipit kam rezistuar shumë, por edhe sa më duhet të vazhdoj kështu. Dhe në fund të kësaj gjendjeje qëndron e vërteta juaj me kartën e perandoreshës. Pra ju nuk jeni bërë për të mbijetuar, ju jeni bërë për të lullëzuar, për të marrë dhe për të ndjerë dashuri të plotë. Pra, duket se ju nuk mund të zgjidhni midis vetes dhe dikujt tjetër. Ju duhet të zgjidhni atë që ju lejon të jeni në energjinë tuaj të plotë. Kalojmë tek familja. Në familje kemi karroca, 8 shpatat, krye priftoresha, hierofanti dhe bota që ranë njëkohësisht së bashku. Në familje duket sikur historia fillon me lëvizje. Karroca. Diçka po shtyhet përpara. Ka drejtim, ka vendosmëri, por menjëherë pas saj vjen bllokimi. 8 shpatat, ndjenja e kufizimit, e pamundësisë, e ngecjes, e pamundësisë për të vepruar lirshëm, për të ecur përpara. Dhe këtu hyn një energji shumë e thellë, që është krye priftoresha. Kjo kartë nënkupton se ju e dini thellë brenda vetes tuaj të vërtetën, por nuk po e thoni, nuk po e ekspozoni, ose nuk jeni gati ta shprehni. Duket sikur diçka vërtitet në intuitën tuaj, duket sikur ka një energji subtile. Por pastaj vjen hierofanti, që nënkupton tradita, familje, rregullat se si duhet të jenë gjërat ose se si duhet të bëhen gjërat. Dhe në fund kemi botën, që nënkupton se një cikël mbyllet, një fazë përfundon, një kuptim arrihet. Pra, për ju në familje, duket se ju po kaloni nga ndjenja e kufizimit drejt një të vërtete të brendshme dhe në fund drejt një përmbylljeje përfundimtare. Kartat këshillojnë se ju duhet të mos e shtypni atë që e dini mirë brenda vetes suaj, sepse intuita juaj është çelësi për të dalë nga ky bllokimi që po përjetoni. Kalojmë në dashuri. Në dashuri kemi 2 kupat, kalorësi i shkopinjve, mbreti i shpatave, 6 monedat në të kundërt. Në dashuri 2 kupat flet për një lidhje reale. Kjo nuk mund të jetë një lidhje imagjinare, ka ndjenja të vërteta, ka tërheqje reciproke, por për ju kjo është diçka që e ndjeni në zemër. Më pas hyn pasioni, por është i paqëndrueshëm me kalorësin e shkopinjve. Duket sikur është një energji që vjen shpejt, largohet shpejt, sjell zjarr, sjell mungesë stabiliteti. Kjo mund të jetë energjia e dikujt që ju afrohet me intensitet, por nuk qëndron njësoj. Dhe më pas ftoja. Ftoja manifestohet me mbretin e shpatave. Këtu ndodh kthesa, sepse kjo kartë nënkupton logjik mbi ndjenjën, distancë emocionale, kontroll mbi shprehjen e ndjenjave. Pra,
I njëjti person mund të kalojë nga zjarr në akull, ose mund të jeni ju që ndjeni që përballë jush është dikush që ndjen, por nuk e lejon veten ta shpreh, ta tregoj. Problemi thelbësor unë do të thoja se është 6 monedhat në të kundërt, që nënkupton mungesë balance. Pra njëra palë jep më shumë, tjetra merr më shumë. Pra duket sikur ju hyni në këtë marrëdhënie, në këtë lidhje me zemër të hapur, por ndjeni që ka diçka reale dhe më pas ju përballeni me një energji që nuk është e qëndrueshme. Pra se në një moment duket sikur është shumë afër, por në një moment tjetër ky person largohet, ose mund të jeni ju në këtë lloj energjie. Dhe kjo ju lën në një gjendje ku ose ju jepni më shumë, ose ju prisni më shumë, ose nuk merrni të njëjtën gjë në kthim. Prandaj, unë do të thoja që ndoshta prandaj dhe në Prism Oracle kemi hëngër, sepse ndoshta nuk është vetëm dëshirë kjo uri. Mund të jetë uri për dashuri, mund të jetë uri për vëmendje, mund të jetë uri për stabilitet emocional, por edhe ndjenja që ju nuk po ushqeheni sa duhet nga kjo marrëdhënie, nga kjo lidhje, ose nga personi në mendjen tuaj. Dhe kartat këshillojnë të mos ushqeni një lidhje që nuk ju ushqen, mos jepni më shumë nga sa merrni. Mos e justifikoni mungesën e stabilitetit me pasionin, por pyesni veten, apo më mbush kjo marrëdhënie, ky person apo kjo lidhje, apo vetëm po më mban të uritur. Kalojmë tek puna. Në punë kemi njeriu i varur, vdekja, 7 kupat, 10 monedhat. Në punë ka një transformim që kërkon dorëzim dhe qartësi. Pra gjithçka fillon me një ndalesë. Njeriu i varur nënkupton se diçka nuk ecën siç dëshironi ju, diçka kërkon durim, diçka kërkon një këndvështrim tjetër të ri. Më pas kemi vdekjen që nënkupton fundin e një faze, një transformim të madh. Por para se të vijë qartësia, duket se ju kaloni nëpër 7 kupat, që nënkupton konfuzion, shumë opsione, paqartësi. Dhe në fund kemi 10 monedhat, që nënkupton stabilitet, siguri, një bazë të fortë. Pra duket se ju po kaloni nga pezullimi në transformim, më pas nga transformimi në konfuzion dhe nga konfuzioni në stabilitet. Kartat këshillojnë të mos merrni vendime të nxituara në moment konfuzioni, sepse stabiliteti po vjen, por kërkon durim. Pra, kjo javë është për ndjenjat që kërkojnë të ushqehen, për balancën që mungon, për dëshirën që nuk plotësohet dhe për veten tuaj që kërkon më shumë. Unë do të shtoja se ju nuk duhet të pranoni më pak nga sa meritoni emocionalisht. Mos qëndroni në lidhje që ju lën të uritur dhe zgjidhni atë që ju ushqen, jo vetëm atë që ju tërheq, sepse në fund ju nuk jeni duke kërkuar shumë, ju thjesht po merrni aq sa meritoni. Paçim.